إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Vëzni dashur, këshilla është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr, "Ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha." Edhe pasojë të keqen me të mirë. Nëse vepron ndonjë të keqe, vazhdoj me të mirë, nga se e mira e fshin të keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Edhe sjellë me njerëz të mirë. Njëherë ka pasur mu taku me një vëlla musliman në Evropë të atëshme, edhe në xhami një prej ligjëruesve të mëdhej të i cili është i njohur në Norvegji apo në Itali, kam harru. Thot si shejх më patra e njëfshmi, kishmi qef ndonjëherë më na ra mu ul me atë, nga se s'kishmi mundësi më na ra mu ul me atë. Kështu që shkova një ditë herët në xhami, thot edhe të marr abdes kur erdhi ta shejх. Thot afër mu po marr abdes. E thash alhamdulillah, më ka ra mu taku me këtë shejkhin edhe do ta marr ndonjë këshill për këtë edhe. Thash shejх hoj a ka mundësi më madhon ndonjë këshill. Edhe thot mendova se kam e filluar dhe kam e fol fjalë shumë, edhe kush e di çfarë këshilla do të më jep. Këshillën të cilën thot më dha ta ittaqillah fi sirri wal alania. Ke frikë Allahu subhanahu wa taala kur je vet edhe kur je haptas në mesin e njerëzve. Thot një herë u preka pse këtë këshilla, thon pse s'u dha më tepër, pse s'fola më po pastaj thot pasi që ndala edhe mendova, e pas se kjo ishte më e mira. Kjo mjaftonte si këshill, thon. Ose pejgamberi sa son kishte këshilluar Abu Dharr. Edhe sikur ta ketë njeriu këta, ta shoqëron në jetën e tij devotshmëria, frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai nuk humb. Ashtu që çdo punë që vepron të mirë, Allahu subhanahu wa taala atij ja pranon. Nga sa Allahu nuk e pranon punën e çdo kujna. Allah pranon punën e atyre të cilët janë devotshëm. Inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu e pranon veprën prej të devotshmëve, për atyre të cilët kanë frikë Allahu subhanahu wa taala, kur janë fshehtas edhe kur janë mesin e njerëzve. Pastaj punën kur ta bën është sinqert pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inma yataqabbalu Allahu idha kana amalan idha kana khalisan. Me kuptim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam patat Allahu subhanahu wa taala pranon atë punën e cila është me ikhlas, me sinqeritet. Ubtughi bihi wajh Allah, edhe shkërku me ata kënaqësia Allahu subhanahu wa taala. Nëse këta janë shkushta për me pranuar Allahu punën që të jetë apo ibadetin, apo nga sa puna e mirë është ibadet. Që ibadeti pastaj ndahet në katër pjesë. Ibadet, kuptimi i fjalës ibadet, që shpjegon Ibn Taymija thot, ismun jami', është fjalë që i përmbledh ismun jami' li kullin ma yarda Allahu, për çka dohet që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Për çdo punë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me ata, thirrët ibadet min aqwalin aw af'alin batina aw zahira aw batina. Qofshin ato prej fjalëve apo prej punës, çka shihet apo nuk shihet. Çdo punë që është i kënaqur Allahu prej asajna, kjo është ibadet. Pastaj kjo ndahet në katër pjesë. E para ibadeti është me punë. Aja është sukur zekati, këto. Që shipët, sadakaja. Kjo është ibadet i punës që Allahu subhanahu wa taala nëse shoqëron takuallahu e pranon prej personit. Takuallahu me fjalë. Takuallahu me fjalë. Sikur te kur ta bë kërkon prej Allahu subhanahu wa taala, kur betosh në Allahu subhanahu wa taala. Këto llogaritën ibadet i fjalës, i gojës, pastaj ibadet i zemrës, ajo është mbështetja në Allahu subhanahu wa taala. Mbështetja në Allahu subhanahu wa taala, sinqeriteti, takuallahu në zemër. Këto janë ibadetet të cilat Allahu subhanahu wa taala pranon. Do të punës, i fjalës, i zemrës, pra apo katër, që ka përmendur ulemat.
Do thotë këto këtë janë ibadeta e do të më shoqëru takvalloku ata. Edhe këta ju duhet besimtar. Pasi që këtë ka kërkuar Allah subhanahu wa taala për njerëzve, do të më pas parasysh se prej sprovimeve të Allah subhanahu wa taala është një që ka zbrit Islamin e ka thua edhe ka shiqua se kush do ta pranon edhe kush do ta pranon. Do të më pas parasysh se kur vjen te me takvallokun që më pas sprovime pas asaj. Do të vinë një pas një sprovime prej Allah subhanahu wa taala kam të sprovuar. Nëse sprovimet kanë ardhur një herë prej këtë njerëzve, një pjesë ka ardhur prej atij sprovimit. E para është janë Islami. Masa Allah subhanahu wa taala thotë: "Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apo mendojnë njerëzit me thonë se na kemi besu Allahun subhanahu wa taala, e pastaj ata mos provohen. Një shiqua Allah subhanahu wa taala të sinqertit edhe ata gënjeshtarë të cilët e besojnë Allahun ndërsa në zemrat e atyre besimi është larg prej zemrat e atyre. Në këta pasi që zbriti Allah subhanahu wa taala thirrën dinën e Allahut, i thirrën besim. Kanë ra këtë të kafirat kanë ra prej këtij sprovime. Këtë kanë hi ato të cilët kanë thonë e kanë kalu këtë sprovim të cilët kanë thonë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ka ardhur sprovimi i ditë pastaj prej Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar njerëzit me namaz. Mi janë gjitë kësaj fjalës la ilaha illallah muhammedur rasulullah namazin. Dhe kanë ra shumë njerëz prej këtij sprovime. Prap. Pastaj ka ardhur provimi i tretë, janë urdhëruar me zakatin me dhënë. Kur janë bërë këto tre gjëra, shahada me dëshmu Allah subhanahu wa taala, pastaj me fal namazin, me dhënë edhe zakatin, kanë ra prap një pjesë e madhe prej njerëzve prej këtij provimi. Ka ardhur pastaj agjërimi, provim prej Allah subhanahu wa taala, janë gjithë këtyre tre gjërave dhe agjërimin. Kanë ra shumë prej njerëzve pastaj prap prej provimet. Pastaj ka ardhur provimi autan i haxhit, prap kanë ra shumë njerëz prej provimit. Pastaj vijnë punë të tjera, ikhlasi, vijnë shumë njerëz prej provimit. Pastaj vjen xhihadi, vijnë aroma të për njerëzit prej provimit, ndërsa Allah subhanahu wa taala këti çon këto provime, po pasi që njeriu ka besuar Allah subhanahu do të më ditë se Allahu do ta sprovon ata. Nga sa Allah subhanahu wa taala ka tregtime neve xhennetin. Ndërsa xhenneti është i shtrenjtë. Ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-janna. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mallin të cilën Allah subhanahu wa taala ka thënë tregtime neve, është shumë i shtrenjtë. A nuk është ai xhenneti? Arduha as-samawati wal-ardu uiddat lil-muttaqin. I gjallë sa qijet edhe toka është përgatitur për kan, për të devotshmit. Do të xhenneti nuk është përgatitur për zakat, është përgatitur për devotshmit. Pasi që i dina këtë, do të pas parasysh ata që mos marrë prej këtij provimi. Nëse Allah subhanahu wa taala po thotë am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apo mendoni se do të hyni në xhennet para se më shiqë Allah kush janë për ju të cilët japin mundin e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, luftojnë për dinën e Allahut subhanahu wa taala, edhe ata të cilët janë durimtar. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Am nduhet se do të hyni në xhennet para se t'ju vjen ajo që ka ardhur atyre që ishin para juve. Allah subhanahu wa taala ka thënë neve se edhe umetet e përpashëm të cilët kanë qenë para neve kanë pas këtë sprovime. Kanë pas provime prej popujve të tyre. Ka pas provimi prej Allah subhanahu wa taala, i cili ja ka lënë fitnë shejtanin ative. Dunjan ja ka lënë wattaqul fitna wattaqun nisa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam keni frikë dunjas edhe ngrava, na Allah subhanahu wa taala ka thosur provimet atyre, ju ka sprovu prej popujve të tyre. Për çfarë ka thënë Allah subhanahu wa taala se na çdo pejgamberi i kena bë armik prej xhinve, prej shejtana, armik prej xhinve dhe prej njerëzve. Kështu që këtë kanë pas ato këtë arbitësi për njerëzve, këtë kanë pas sprovimin, kështu që edhe neve pra në pasan ajo vjen edhe tek na sprovimi. Ama ajo të janë kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj namazi jam edhe jeta ime edhe vdekja ime, namazi jam, qurbani jam, jeta ime edhe vdekja ime, këtë janë për Allah subhanahu wa taala, la sharika lahu, nuk ka shokaj, nuk ka partneraj, nuk u bën ibadet tjetër kujt vetëm sa Allahut subhanahu wa taala. Besimtarët do të më pas gjithmonë parasysh, mos më nxjerr shejtani për rrugës drejt. Janë sprovu muslimanët, që i thamë prej popujve të hershëm pejgamberëve, u shprovua pastaj umeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke filluar prej pejgamberit në Mekka, pastaj jeta e tij 13 vjeçare në Mekka si pejgamber, pastaj ka vazhduar sprovimet e tij në Medinë. Sprovimet e tij janë kanë një pas një, duke filluar prej luftës Badrit deri në Fathu Mekka, deri kur është liru Mekka. Sprovimet janë kanë një pas një. Do të më mendua sprovimet e Abu Bakrit, Omerit, Uthmanit, Alijës radhiyallahu anhu. Do të më sprovua sprovimet mi kujtua Ammar ibn Yasirin, Bilalin,
Khabbabin, e ketë ata janë sprovua njerëzit më të mirë. Khairun nasi qarni, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëzit më të mirë janë shekulli jam, do thot njerëzit të cilët jetojnë me neve. Thumma alladhina yalunahum, pastaj ato të cilët vijnë pas atyre, thumma alladhina yalunahum, pastaj ato të cilët vijnë pas atyre. E kur Allah subhanahu wa taala këto njerëz të cilët kanë qenë prej këtë gjenerate më të dashur të kaj, i ka sprovuar me këtë sprovime që kanë ajdimi, e ku vetëm prana. Allah subhanahu wa taala ka më vazhduar me ato sprovime edhe neve. Am hasibun nas yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apo mendoj njerëzit më thonë se ne kemi besuar Allahun, pastaj më sprovohen. Sprovimet kanë marrë një pas një, kanë marrë sprovimet për vallalla. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ka ardhur islam gharib i vetmum, as ka pas kush më ndihmua. Fatuba wa sayaudu ghariban, edhe do të kthehet në kohën e fundit do të para kiametit, preshinave të kiametit do të thotë është kjo kur njeriu pati vetmum, edhe do të kthehet islami ashtu gariban, njerëzit do të jenë të vetëm në mesin e shoqërisë. Fatuba lil ghuraba, pra jep një myshë për gërizoni ata. Do thotë ndoshta na jemi të jetu ata. Pasi që muslimanët na kemi përmendur një herë se muslimanët në mesin e kafirave janë ghuraba, nga se 6 miliard njerëz, këta në 5 miliard diçka 6 miliard mbo 1 miliard diçka musliman, në mesin e 5 miliardëve të tjera, këta në po 4 miliardë gjys të tjerëve muslimanët janë ghuraba, se 1 miliard gjys muslimanë të tjerë këtë kafira, 4 miliardë gjys kafira, do të thotë ghuraba janë muslimanët në mesin e kafira. Pastaj muslimanët të cilët e falin namazin, në mesin aty është ka se falin namazin janë ghuraba. Me namaz muslimanët të cilët e japin falin namazin edhe japin zakatin janë ghuraba, në mesin aty të cilët e falin vetëm namazin. Muslimanët të cilët e falin namazin edhe e japin zakatin edhe e bajnë agjërimin janë ghuraba, në mesin aty të cilët e falin namazin edhe japin zakatin ndërsa sa agjërojnë Ramazanin. Muslimanët të cilët i bajnë edhe haxhin, të katërta edhe agjërimin edhe haxhin janë ghuraba, në mesin aty të cilët i bajnë 3 qerat apo 4 qerat, pesë nuk e bajnë. Kam ghuraba fjala është i vetmuar, domethënë njerëz të vetëm të cilët s'ka kush më ndihmu, i vetëm gurbexhi me në fjalë. Është bën njerëzit muslimanë në islam janë bë gurbexhi, muslimanët të cilët jetojnë në islamin mesin e muslimanëve janë bë gurbexhi. Muslimanët të cilët që i bojnë këta 5 kushte, pastaj qohen me xhihad, janë ghuraba, në mesin aty muslimanët të cilët i bojnë 5 kushte ndërsa xhihadin nuk e bojnë, janë ghuraba. Do të thotë kjo çështje ka ndodhur, u thon përpara ndodhë dhe tash të muslimanët ka ndodhur edhe ndodh. E kështu që Allah subhanahu wa taala i ka thënë provimet, i ka sprovu musliman ku dush ku shkojsh, derisa kanë pas lexuar në një gazetë në Bosnës hallat e muslimanëve në Somali, derisa një fëmijë muslimane kanë marrë 2 ushtar punim proforet e kanë ndjekën zjarm. E kanë ndjekë zjarm sikur pulat që ishin nxjerrën, me fotografi ishin tudet. Njëri kishkap nga kamp, njëri nga kryet edhe e djekshin. Pastaj janë xhikuar këtan me 1 muj apo 2 muj të borga këtan. Çështja është halli muslimanëve këtan. Halli muslimanëve ndodh dhe sot. Unë inshallah do t'ja tregoj disa tregime, do të filloj do t'ja lexoj atë sa kena mundësi me rastin e Afganistanit që ka ndodhur. E këtë rast ka ndodhur ka përfundimi i luftës këtan. Thotë që nga se këta ka shkruajt me Ahmed Mansur, duket është i Kuwaitit, si gazetar i cili ka vizituar gjatë luftës, gati në përfundimin e luftës Afganistanin. Pastaj kanë disa ngjarje që ka pa mesit të vet, edhe ka biseduar me disa mujahide, ja kanë thënë disa fjalë. Pastaj ka qitë në këtë libër, duke thuar manejtën për aty. Tot pasi që ka shkuar këta në Afganistan edhe ka hecë në përkodra, ka hecë për ato venet me ditë apo me natë të i vizitua. I ka pa të hangër orez, ndërsa nga përfundimi i luftës, njerëzit të hangër vetëm orez. Tot i thash ative, çka është problemi juaj që nuk e ndryshoni këtë ushqim? A vetëm me çiktan e hani ju? As keni që të rësëm me çka i pretni njerëzit, vetëm me çeta po keni çefa, çat shumë po e keni marakorizën. Mos bë 3 ditë me juaj, s'po shoh diçka që të ndryshu prej ushqimit juaj. As keni diçka tjetër përveç orizit? A nuk hani ju mish? Keshe thot njoni me një të kesh me tëllët. Më shefi mas asaj diçka të cilët i kishte heka e 10 vjetë gjatë gjihadit në Afganistan. Tha, halë jetë, fati jetë është shumë i mirë. Përgjigje, halë jetë, fati jetë është shumë i mirë. Nuk e artët të meneve ma herët në të koha kur nësë kemi pas asoriz me hangë. Në kanë kalu thët dit edhe mujtë të cilët në cilët nuk kemi mujtë asë një herë mungop. Dit edhe mujtë në kanë kalu së kemi mujtë mungop. Kështu është halë muslimana. Në kështë par rrugën që i kemi hejtë, apo malet që i kemi kalua, këtan, ndërsa mbi neve, thot, kaleshin aeroplanat të Rusisë. Ndë njëherë ishme atë shkeq që s'mujtë me dikush me kalu me shkua dhe në vecej. Jo vetëm asaj që si kish me ushimet me hangra dhe me pi. S'kish me qka me hangra. Edhe kur s'u ngopshme. Po ishë probleme që edhe kur dëshme në vecej me shku s'kish me mundësi, për shak se ishme në rrezik.
Mi po që tash, alhamdulillah, nuk kemi ashtu, kemi çka po hajmë. Po kjo është ajo rruga e xhihadit. Edhe na e dim, mujahidi po përgjigjet, po na e dim se mallin të cilën Allah ka qitë në tregti është shumë i shtrenjtë. Për ata na e nxjerrim edhe japim gjakin ton, çka është më i shtrenjtë te na se çdo gjë tjetër, për atë xhennet. Mi po na mendosh mi për vllaznitë tonë musliman mirë. Më mirë se tash apo mendojmë, do të thotë ka për qëllim se na musliman të cilët janë të jetuesat në botë edhe kënaqën familjet e veta, kupton? Na kemi menduar më mirë për ata, kemi menduar se do të janë më afër neve gjatë xhihadit, do të na ndihmojnë më tepër se sa tash. Ndërsa vizita e këtij personit ka qenë dimrit, thotë vizita jote tash është e dimrit, kjo ardh dimrit, edhe të pasin çfarë ftofti jetojmë na, edhe në çfarë jetë. Të shpesh vendin ton i cili këtu ku jetë tash ti ka përvarësisht 50 mujahida. Nuk për apo e shef thotë se nuk kemi përveç se 6 batanie, 6 qede. E ndërrojnë njëri me tjetrin, 50 mujahida, 6 qede, i ndërrojnë njëri me tjetrin për me fletën këtë ftoftë dimrit. E ndër njëri prej tij ndonjëherë ja lep vllaznive të vet flan pa qede, vetëm se vllaznitë vetëm lohen. Duke kërkuar për Allahu subhanahu wa taala që tash problem për ata. Po e shef nëse çdo natë na po e bëjmë iftarin, kur të hajmë buk rruba raghif, një copë bukës me 1/4 e bukës. 1/4 e bukës që kanë pas, jo bukë mdoja se rëghi, fitojnë do të pejta janë, të atë pejta me donë 4 copa, a një copë, thot, një person e hanë. Edhe një gotë me qaj, thot, qka po e pina. Ndërsa, ndrej ka këton edhe në aksham, shpesharë, qish po në shef, vetëm moris, s'kina tjetër se në shka me hangër. Mirë po, këtë kjo nuk në do pësën neve. Përfundimi, këtë kjo nuk në do pësën neve. Dhejsat në afran Allah subhanahu ndihmën atij ose do të bim shahida. Mi po lajmëroj muslimanët të cilët janë të kënaqur edhe të veshur atë sigurt në shtëpiat e tyre, të cilët jetojnë tash të nxehtë edhe rahat në shtëpitë e tyre, hajnë ushqim të mirë, edhe flejnë rahat, edhe japin pasuritë e tyre në gjona të cilët ndoshta edhe nuk ka nevojë. Lajmëroj ata se në tokën e Afganistanit janë burra të cilët po jetojnë me vite mundësin ftoft edhe në frikë. Mi po di sa ata i mbajnë armët duke mbrojt akidën e juve, edhe presin ndihmën, premtimin e Allahut se do t'i ndihmon ose do të binë shahida. Nuk dojnë për juve tjetër sa përveç se mi ia dhon hakin vllazënit llokut. Vllazën llokut që kemi, vllazën llokun islam. Edhe ata që ja ka obliguar Allah juve për mi ndihmu vllazënit e juve. Ashtu që mos ta mohoni vetes shpërblimin prej Allah subhanahu wa taala duke qenë në shtëpiat e juve. Do të thotë edhe pse në shtëpiat e juve ndihmoni muslimanët, ashtu që pa qenë hiç në xhihad, Allah subhanahu wa taala ju shpërblen juve. Nga se kjo është shans, kjo është gjas, do të ndohet kush nuk e shfrytëzon. I thash, e tha të vërtetën, me të vërtetë tash, rast se do të më shfrytëzoj musliman. Kjo është një rast. Rast i ditë, shërbetori mujahidave, bishën thot bike borë, jashtë shpellës të kur rishim, jashtë shpellës kur rishmi me një kodër prej kodrëve në Afganistan. Lembroj njoni për ati cili të qëshke se japë se na do të hesin të ashtë të tostojmë. Borë thot bike nga dalë. Edhe fillum thot me altua, me hecë. Hecëm thot me kërtë se ne kishmi me një rrugë shumë keqë për me shku në Kabul, në kryeqytetin e Afganistanit. Gjatë rrugës pam shumë gjana. Edhe u taku me shumë njerëz. Edhe u taku me njerëz të cilët do të heqin qetat e mujahida. Mi pas njëna nuk më ka diku të one, sikur që më kanë diku të kje rast. Ku takova me njënin prej udhëheqësave të një qetës. Edhe kalum një kohë pak me atë. Ishte njeri serios. Ishte i but. Mi ishte si kur kodër. Ishte mjekër ati e bardhë. Ishte mikpritës. E pam se çdo njëri cili kishte punë me ata e deshte ata. E pa se fliste me të gjithë. E pa se ishte shërbetor, i shërben të gjithë ushtarëve ti. Ishte në mes në ati se kur të ishte ushtarë, dështë edhe hersi ative ishte. Nuk u dallon të për tjere. Bile ishte të manë su kur shërbetori ative. E pa se gjithë që ishin për rapije dëshin ata. Mi pas, nga seriozitetin që e kishte nuk munda qele me ata shumë muhabet, flas me ata.
Zërë që dojshë të flasë me ata prap e ndalesha vetën. Shkoj shiqimjen njëherë duke shiqu ata, i pa shkëpucët ati, si i kishte dalë gjithë në gjyra, do të shumë vjetra. Vetëm se për gjyrës të cene kishin këpucët, vetëm se në disa vendi u kishte mejtë, do të atë shumë ishin vjetruë. Tash me vete qish mundet ke me hejtë në përkodra me këto këpucë. E qish e mbronë këtoftin e dimret edhe borën me këto këpucë. Unë e përve pësi kisha këpucët e mija të mira, nga se kish gazetar. Edhe të ishat roba që kisha të mira për dimër, ndisha ftoht. E si për këtë borri cili është në mosh, edhe robat e ti të vjetra nuk ndallohet prej tjerva, edhe këpucët e vjetra, si duron këtë ftoht. Vendosa të jap këpucët e mija. Mi për pas se këpucët e mija nuk janë për atë, nga se kanë qenë ose të vogla, ose më të mëdho, të vogla, me një fjallë, s'kanë qenë për atë. Pas e gjeta në gjep, kisha disa para që t'ja bleja ti disa këpucë. Mi po në mendoha se si të qeli këtë muhabet me atë t'jap, edhe si t'jap këto para. Mi po, pasi që ishte njëri serios zguzova që flasë për këtë që ishte me atë. Unë nuk musha të flasë me atë për punë tjera, e si të flasë për këtë që t'japon ati para. Desa shkoj dita, thot, hertë koha për më dhëtuna, unë dala me personi cili ka qenë me atë, i cili është qutë se jap, e thash, e ndale, thash, se po du t'jap këti para, disa para, për një pas po guzoj t'jap vetë, s'pja qeli këtë ma vetë, s'po mujmë ja qelone, a ka mundësi që ti marrë është të para t'jap, për që t'i bleni për këpucë. Para se me kri të fjale onë me, më shiqaj të ki se jafi, a këta me mërzi edhe ta, a nuk për njef këtë person. E din se këtë person është njëri më i pasër këto prej këti e mujahidave këto, për njerëzve më të pasër në këtë vend. Edhe për njerëzve më të njohër a këta me pasurin në Afganistan. A nuk për shëf se këtë qetë në cilën nat e na këto në këtë person është udhejsi kësaj qetës. Edhe e di se shumica gjonat që ka hargjohën në këtë qetë për luft janë parat e këtina, që ka i shfridzojmë në këtë qetë. Unë e para ti i kam afrua këti me ndimua, mi po ki gjithmonë e mohon ata. Nuk do të vishet me robët e cilat do të dalohat prej ushtarit ti. A jeton me ato, han nga jo që ka hajnë ato, vesh nga jo që ka veshin ato, edhe nuk e ndin asnjani prej ushtarëve vetën më të dopë që kjerë mesin e të kur është tajnë mesin ati. Do të është gjithmonë njëjtë që kur ushtari. Edhe su kur përshë vetë se në kinë mesin e mujahidave duket se shërbetori mujahidave, jo udhësi mujahidave. Edhe kjo është halli këti prej se na e njofim. Prandaj ke kujdes edhe mos ia afro kur se vetëm se hidran. Edhe nuk pranon. Pastaj përfundimi i tij thotë ishte pasi që u ndajta dhe desha ato të më tha, ishte kjo vizitë e juaj shumë e shkurt. Nuk pato mundësi që të çohemi që më të bëjë atje mikpritje atë sa dohet. Edhe shpresojmë se do të na vizitosh ndonjëherë tjetër e do të presim më mirë. Që në këtë rastin tjetër, porosia e muhaxhirit Afganistan. Do të kam shku me vizitue një kamp prej kampave të muhaxhirëve shpërngulësve të Afganistanit, me një kohë shumë të ftoftë ku bike dhe shi. Pasi që kalova disa orë në mesin e kampit, Zgjënjani o ankojke për problemet që ka i kishte. Edhe të regon halën e ti se qish po jeton edhe mërzijat e ti. Mi po në mes nuk kisha përveç se kamerën edhe letra, për shak se ki gazetar. U mendojsha me timen që t'ja largoj mërzijat që ka i kishin, edhe problemet pakesi që i kishin ndonë mbi muslimant. Ndoshta fjallët e mija do të gjenishin vend të kata. Pa pritur, erdhë njoni prej muhaxhirëve, prej shpërngulësa, ndërsa ai mbante në durët e tij disa vleta. Mi afroi mua duke menduar se unë jam dikush prej shoqatave humanitare. Njoni prej muhaxhirëve i tha, prej shpërngulësa i tha, "Ki nuk është njeri i shoqatave humanitare, kjo është gazetar. Edhe ki nuk ka përveç se kamerën edhe fleta, s'ka diçka që ka mundet me të afru ndim." Mi po na ka premtu se ki do të shkruan edhe do t'i lemron musliman për hallin e juve. Edhe do t'a shpërshkruan këta çka po e shef të kjo. Ndoshta do të ketë dikush i cili do të na çon ndihma edhe do t'i afrojmë juve. Tha ai personi, prapa le t'i shkruan muslimanëve hallin tem
edhe hallin se qysh jam onë familja ime në shatorin Kurri. Le të vjen edhe le ta shiqon ku jam onë edhe ku flej Kurri me gruan time edhe me 5 fëmijët e mi. Në këtë kohën e ftoftë ku bjen shi. Shkova mas këtij personi jo me një vend shumë larg. Pastaj bani me shenjë dete në disa rroba të cilët ishin të lakta, lidhura njëra pas tjetrës, e i ka qua 2 druna dhe ka bon sikur shatar. Me ato rrobat e lakta që kanë qenë. Ishte një grua poshtë asaj ulër në lloç me 5 fëmijë të saj, ndërsa shiu thot bike mbi ata. Ishte përzi keq ka kishte mrejna në shatar me lloç, çdo pretesha apo për ushqime që kanë pas këtë me lloç. S'kishin vend ku mu ulen, as kishin me çka ndezën atë nxehen. Këtë atë që kishin për ushqimet edhe pijes ishte përzi me lloç. Mi po mashtej mërzin më tej për qamja e fëmijëve të vogël të cilët i kishte, të cilët nuk ndalshin gjatë asaj kohe. Nuk kishin diçka të thatë që të mbulohen me ata të nxehen. Më shiqoja njeriu pastaj më tha, e po e hallin tem, unë po të këshilloj tia për hir të këtij islamit i cili të ka thënë që të vishtit na vizitosh, do të thotë pasi që islamit ka qenë shkak që ti të ka thënë edhe të na vizitosh neve këtu në Afganistan, po të këshilloj ti shkruaj për musliman të hallin tem edhe familjen time. Thuaj atij nëse Haxhi Ghafur Xhan, do të thotë emrin e ka pas Ghafur Xhan, prej lagjes Baghlan në veri të Afganistanit, ishte prej njerëzve më të pasur edhe prej hallit më të mirë që ka pas në mesin e muslimanëve, prej njerëzve më të pasur. Kisha tokë edhe shtëpi. Erdhën komunistat, dëshnin më në nxjerr për fejës tonë. Edhe më hova ata edhe ma prishën shtëpinë, ma prishën tokën. Lajmërohet se pastaj kam bërë shpërnguljen deri në Pakistan, duke mbrojt fejen time edhe nderin tem. Edhe lajmërohet se ai tash jeton midis ftohtit edhe shiut. Nuk ka me çka mi mbulua fëmijët e tij, as nderin e tij, as me çka t'ju shën ata. Tash ti halli jam është shpresoj ta kem vetëm se një shatar me të cilën do t'i mbuloj familjen time edhe fëmijët e mi. Pushoj ai personi nuk fali thot derisa fillon të rrjedhin lot, pastaj më tha, e pastaj do të pyes ti para Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit, a ke përcjell këtë porosi deri tek musliman? A ke përshkruajt aty hallin tem edhe gjendjen time, apo ke qenë i nxanur me punët e tua edhe nuk e ke lajmëruar musliman për këtë? Ndoshta ande pa përfundu njeriu këtë fjalë më dokse toka u rrotllua, ndërsa kam nuk mbahenin nga ato fjalë të cilat më tha. Dëgjoni hallin e tij personi tjetër, Maulawi Abdulrahim. Ishte ulur në shtrata, në krevet, edhe u nxeke me diellin e dimrit, i cili kishte dalë pasi që kishin kalu disa ditë nga shiu, edhe kishte dalë diell dimrit, kishte dalë të nxehtë. Ishte në kampin Xhaluzi të shpërngulësve të Afganistanit, bi Beshawir me një vend, atë ka qenë. Ishte mjekra e tij e bardhë, ishte plak. I dhash selam atij, pastaj e pyeta se si ka hallet, tha alhamdulillah. Falënderimi ta kanë Allahut në çdo gjendje, ala kulli hal. Pastaj thash, kur ka në Pakistan ti apo vjen? Ka thirr bab në formë respekt. Të kam marrë para 3 ditëve. I thash çuditshëm, 3 ditë njerëzit po flasin se si do të kthehen, se ka ardhur koha të kthehen në Afganistan, ndërsa ti këto 3 ditë ka ardhur këto. Ula afër ti në krevet. Atëherë më trego për shpërnguljen tane si ka qenë vëvojim. O ullë thot, edhe u këthi nga hone dhe tha, emri ema është Maulawi Abdulrahim, jam prej venit të Khar, në veri të Afganistanit. Mosha ime është 84 vjeçar. E qish për shëf prej emrit tem, unë jam një prej haqëllarëve të Afganistanit. Kam nejtë në Afganistan, këtë kohën e gjihadit e kam kalu atje.
edhe nuk kam dashur të bëj hijret shpërngule. Edhe pse kam pas këtë moshë, aftan të madhe, do të thotë kam qenë edhe pse kam qenë i vjetër. Më kanë ofruar fëmijët e mi që të bëjnë hijret shpërngule deri në Pakistan, mirë po nuk e kam pranuar. I thash atyre se mujahidat janë të nevojshëm si kur shembull janë plak edhe hoxh mi lembru ata, mi forcu ata për luftë. Të jam mësoj ative fejen, pastaj erdhën tot, derisa erdhën aeroplanat e komunista jo një ditë në fshatin ton, e prishin çdo gjë që ishte jeshil, edhe çka ishte thatë. Nuk lanë tokë për të mjell atë. Kam dalë me mujahidat në mal, e kam mohua hijretin që të dalë, edhe pse kam qenë në këtë moshën e vjetër. Kam bejt me ato disa vjetë, derisa u dopsova, edhe më kapën smunjet. Më thanë që të bëj hijret në Pakistan, për shkak se nuk kishte ilaç atje. Më afron mua një gamar për të bërë shpërngulje me atë dhunis për Pakistan. Edhe unisa e bërë një kolon të cilët kam qenë Tunis prej shpërngulsve. Aty kishte gra edhe fëmijë edhe disa pleç të cilët ishin nis për atje. Ishin parafërsisht 10 familje. Këtë ishin prej një fshati. Na shoqëru neve disa djemtëri mujahida që më ndihmu neve gjatë rrugës edhe maleve kur të ecim derisa të mrrimin në Pakistan. Mirë po, aeroplanat e komunistave nuk na kanë lënë gjatë rrugës që të ecim. Na kanë sulmu disa herë. Nuk kaloi një natë, një ditë e që nuk u mbyt ke dikush prej neve prej kësaj kolonës që ka ishme shpërngulësve. Që të mbytet diçka prej grave, apo prej pleqve, apo prej fëmijëve. Pasi që i banëm 25 ditë gjatë rrugës derisa mrrën në Pakistan, këtë çka ishin me neve u mbytën, çka ishin fëmijë edhe gra edhe pleq, nuk mbetën gjallë për ati përveç mua edhe 2 fëmijë edhe një grua edhe një prej mujahida. Të cili kishte ardhur me neve, që kanë ardhur me neve para 3 ditëve në këtë kampin e shpërngulësve. E ti që po më shef mua, ki shator është njëri prej muhajirëve, shpërngulësve, nuk është jemi. Ndërsa këtë krevet më ka dhënë njëri përsa për mu ulën gjatë ditës. Ndërsa në mbrëmje shkoj te njëna të ndonjë shator prej shatorëve shpërngulësve edhe e kaloj natën aty derisa ta shkruan Allahu ta përcakton se çka do të ndodhë më vonë. I kisha 7 fëmijë. 5 prej tyre kanë rënë shahida. Lufta me komunistat më kanë mbet 2 të cilët e vazhdojnë xhihadin në Afganistan. A më gruaja ime ka rënë shahida e ka zonë shtëpia kur më kanë prishën komunistët. Që e ka zonë një bume prej bumeve të cilët e kanë qujt komunistët. Shkurtimisht pasi që foli këtë për jetën e tij tha, kështu që erdha pastaj këtu në Pakistan, edhe pse jam plak kështu, edhe më kanë kalu 3 ditë, unë e du që të kthehem prapë në Afganistan. Që të luftoj kundër këtyre komunistave, edhe se kur mos mundsh atje tërsen, vetëm se me fjalë edhe do t'i nxej mujahidat kundër atyre. Mirë po smundjet nuk janë të mblanë. Ndërsa unë lusë Allahun ditën edhe natën që të mjep fuqi e të kthehem edhe një herë edhe të vdes shahid në rrjen bumeve apo diçka tjetër apo raketave, pra bëni dua, luteni Allahun për mua që të realizohet kjo shpresa ime. Shë në halën e kësaj plakës, pasi që flet ki gazetari se të kohën më ka shkua duke me mërzia e duke kajt shka pasha në Afganistan, shkova të vizitoj një kamp muhajirëva, shpërngulësve. Nuk muj me përshkrujtën fotografin që e kam pa, atë natyrë që e kam pa të mesin e tyre njerëzve, të cilët janë zirë prej shtëpive tjera pa kur një farë haki, vetëm se kanë thonë Zoti është Allahu. U afronë në rreth neve fëmijë të vogël, nuk ishte dikush i cili kishte komplet të ishat ishte mbulu trupin. Trupi atje më shumë ishte i shpluar, lakorit se sa që ishte i mblu.
thash me vete, çka bojnë këton këtë ftoft të madh, këtë dimër. Shiqova në mesin atira, e pash dikan një që po flet një ngjara. Po flet për jetën e sajna, e po flet për popullin e tij. Kam pa hallin e këtij popullit, e po tregon, domethënë jeta e tyre po tregon për hallin e këtij populli. Shiqova fëmijët, nuk e gjeta dikën i cili kishte këpucë të veshra, të gjithë ishin kom zbathur. I kujtova shokën tem i cili u kërënej se gjithmona i blen fëmijëve të vet rrobat më të shtrenjta edhe këpucët më të shtrenjta. Papritur erdh një zan i një gruas plak, erdh nga brapa shatorit, nga Afrika era, ishte duke qajt. Thaje plaka, që u keni afrua këtive fëmijëve? A keni prun diçka për rrobat që t'i mbuloni prej këtij ftohtit? A keni prun diçka që të hajnë dhe të largojnë atë mundësi që kanë? I në nxjerr për shtëpia tonë edhe pasurisë tonë, pasi që ishmi njerëz i krenara dhe kishim pasuri. E tash na është bosh trat toka, ndërsa kulm e kemi qiellin. Ashtu na mbyt udhësia edhe smundjet. I kena humbën burrat e tonë edhe fëmijët e tonë të cilët u kujdesishin për neve. Shumica e këtyre fëmijëve nuk kanë familje. Shumica e tyre kanë humbë babën edhe nanën. A keni diçka që keni punuar për hoshim edhe për veshje apo ndonjë ilaç? Barna. I thash asajna, na nuk kemi këto ajnan, na kena vetëm se të fotografojmë, të ngjizojmë, që t'ja afrojmë muslimanëve hallin e juve, t'i lajmërojmë për ata. Thaja plaka, fotografia, kanë ardhur edhe po vi njerëz me vite edhe po e bojnë këtë. Po e thënë këtë fjalën e juve, mi po nuk po shohim përfundim kërgja nga kjo. Mërni edhe shqipni këto kamera që ka i keni, na nuk kena nevoj për ata. Na bjeni neve ushqim edhe veshje edhe barna. Çka bojmë na me fotografitë e juve? A nuk ka mjaftu për musliman këtë kjo që ka shkruajt që sa vite për Afganistanin? A nuk mjafton kjo për hallin e muslimanëve? A nuk mjafton kjo jeta jonë me tregu për Afganistanin, për popullin e Afganistanit? E shiqa pra ftoften që po na mbyt edhe untësia, edhe smundjet. A nuk jeni musliman sukur na? A nuk kemi hak të kjo? Pastaj që cu nuk fole e plaka undal, edhe fillaj me kajt. Pastaj ulen të oktat edhe s'kisha musima që përgjigje më tepër. Shënë rasin tjetër, dëgjova atë zhurmë jashtë asaj dhomës të cilën isha, që shkova të bëj vizit një shtëpi e cila i takonte një shoqatës islame të Afganistanit, afër Bejshavut. E pa pritmas erdh një grua plak o ul. Erdhë ndërsa çanta. Kishte me vete disa fleta, disa letra. Duke qajta du bisedu me atë njerin, ndërsa kjo se ka kuptu nga se ka fol një fjalë, ka fol në gjuhën e atyre, urdhët që ka kanë. Pastaj në fundit thash këtina, a ka mundësi më përkthi, ndërsa do ta pyes për jetën e sajna, te vetëm për këtë, ndërsa du ta ndëgjoj për asaj jetën. Tash që ta shkruaj dhe ta tregoj ngjarjen e kësajna. Filloje plaka me tregu për veten. Emrin tha kam Islam Bibi. Kam lidhen Lagman në Afganistan para 70 viteve. Pasi që martova, më dha Allahu 4 fëmijë, 4 djem. I edukova pasi që kishte vdek baba i tyre. Pasi që filloi xhihadi kundër komunistëve në vendin tonë, ishin që të 4 të cilët hinën në safën e mujahideve, në rreshtat e mujahideve. Kur kajke i madhi i tyra, dhe më thënë 4 vllaznive, që njëri për aty të rrin afër nanës ti në shtëpi, që t'i ndihmon familjes, ndike veten të mërzitur.
bëshin gara se cili do të shkon në xhihad. Kur e pash këtë hallin se çka po ndodh me ata, se çherë kur dëshin me dalën në luftën në front, ai cili mbet i madhi i mbledhte edhe lënte njërin prej atyre në shtëpi, ai cili mbet ke ndike vetin të mërzitur. Kështu që ndala një ditë djalin më të madh edhe i thash atij, unë po e shoh se gjithmonë kur po ndal njërin prej këtyre, po e shoh se që ti shqetëson problemet e tona të shtëpisë, edhe ju po shkonin gjatë, ai po e vetin të mërzitur. Prandaj mos e ndala asnjërin prej kësaj dhuntie, prej këtij shpërblimi. Shkoni që të gjithë në ndihmën e Allahut, nga se neve Allahu inshallah nuk do ta humb. Shkon që të 4.000 me që të bëjnë gara në xhihad, duke shpresuar shpërblimin e Allahut. E që të 4 kanë ndarë që 3 vite me një fush kanë dalë me një vend ku ti bine Gjeshir, afër Lagmanit, i ka furnizu Allah subhanahu wa taala të 4 me shahidllok. I kanë pritën lajmin këta edhe kanë bërë sabër edhe shpres shpërblimin e pres shpërblimin tek Allahu. E kam lutë Allahun që ta pranon shahidllokun e atyra e të ishte në grupin e të devotshmëve. I ka lënë i madhi i tira, i më i madhi prej 4 djemve që i ka pas, ka lënë gruan e tij edhe 5 fëmijë. I ka lënë i dyti gruan edhe 2 fëmijë. E më 2 të fundit nuk ishin të martuar. Pasi që vdesën ranë shahid të 4, nuk patë mundësi që të rrimë në Lagman. Në këshillun që mujahidat që të vim bëjmë hijrat në Pakistan. Ashtu që ndoshta do të gjejmë dikush shka na ndihmon. Na jep edhe na veshin. Mirë po na që 3 vite jetojmë me një kamp prej kampave këto, një jetë shumë të ranë, është me ranë se vdekja. Nuk në mbrin e vendima vetëm se pak. Hajmë një ditë, ngopim ndoshta një ditë, e një ditë nuk hajmë heq. Kena ndëgju për disa përngurësve se këto ka dikush i cili ndihmon, i ndihmon fëmijëve të shuhedave, shahidave. E i kam afruar fëmijët e djemve të mi, që 2 vjet këto edhe pres që të ndihmojnë. E që 2 vjet të regon kjo plaka se po shkoj edhe më kthejnë prap, shkoj edhe kthejnë prap. Ja tash në komar dhe tashti, e që 2 vjet mos di që ju premtoj. Edhe kështu përfundon halli kësaj plakas, pastaj e lajmërojnë, thot bile kur do të më afronin ndihmën që të shkoj edhe t'ju premtoj fëmijëve se do t'ju vend ndihmë. Flet ki personi thot, pastaj shkoj një kohë, takova me dikant, i kallzova hallin e kësaj plakës, edhe u ktheva prap, mi dha disa para mi ja dhon kësaj plakës. Pastaj shkova, kërkova, u takova me njërin prej atyve në atë kampin, i pyeta se ka kjo plaka, edhe pasi që tha plaka Islam Bibi, cilën e kërkoj kishte vdekur. Tha një ditë më herët, para se të vish, je vonua, ka vdek. Pastaj u drejtova të fëmijët e asaj, në nipat e saj, shkova t'i jap atë që kishin mbetën. Njëri prej fëmijëve tha, e se kur kisha ardhur disa ditë më herët, ka qenë gjysha gjallë që disa vite kërkon për neve, s'ka mujt me gjetë, e t'ja kisha dhënë asaj na kishë pasë na kemi gjetën. Pra kështu është halli i muslimanëve. Edhe kështu vazhdon deri në kiamet. Provimet vijnë një pas një. Inshallah Allah subhanahu wa taala na përforcon neve. Allah ka thënë in tansurullaha yansurukum. Nëse ndihmoni Allahun, do të nëse ndihmoni pejnë Allahut, Allah i ndihmon ju. Xheneti Allah subhanahu wa taala është i shtrenjtë. Ka thënë Allah subhanahu wa taala inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allah i ka blesh prej muslimanëve shpirtat e tyre dhe pasurinë e tyre me xhennet. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Luftojnë rrugën e Allahut, mbysen edhe mbyten. Kjo është përmundimi i muslimanit kësaj bote, nga se kjo botë është burg për muslimanin, çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kjo botë është burg për muslimanin, xhennet i kafirave. Prandaj duhet të pas sabër, edhe me pasua, edhe kjo është këshilla e fundit, çka me atë edhe fillum. Ittaqillah haythuma kunt, kia frikë Allahun kudo që t'jesh, wa tbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, pasojë të keqen me të mirë, nëse ke bën të keqe, vazhdo me të mira, e fshin të keqen, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan,
edhe sjellëm me njerëz të mirë. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala